Vesa Luma, Linda Halimi, Dagost, Arton Humolli, X Factor Albania janë vetëm disa prej të pathënave të kësaj jave të cilat do ndjekim bashkë një nga një në vazhdim. E dashura e Big Bastës Vesa Luma nuk po mbetet me syrin e saj brenda kufirit shqiptar. Ajo së fundmi do të udhtojë drejt Holandës për të realizuar një klip të ri ku do të paraqitet më ndryshe se zakonisht. Përveç klipit do të jetë e pranishme edhe në disa televizione e radio holandeze, ku pritet të promovojë veten dhe punën e saj ndër vite. 2014 ka filluar me shumë punë, jo vetëm Holanda do të bëjë konak këngëtarës, nga se Australia e largët do të jetë vendi ku Vesa do të bëjë një tur koncertesh që pritet të fillojë me festin e pavarësisë së Kosovës. E projektet e reja do të rikthejnë Vesën përsëri në Prishtinë, të realizojë klipin e dytë për këtë vit, që sipas këngëtarës do të jetë një projekt gjigant pasi që në klip të saj do të marrin pjesë dhjetra apo ndoshta edhe qindra statistë, për të bërë atë që asnjëherë nuk është parë tek ne. E ëmbëlsira do të jetë një projekt televiziv që do të fillojë Vesa, por që ende nuk dihet televizioni që do t'i hap dyert për të. Kjo i bie që Vesa rikthehet profesionit të dikurshëm, por pa lënë anash muzikën. Linda Halimi tashmë ka kohë që është bërë banore Amerikës, por suksesin që e ka tek ne po pretendon në çdo moment ta zgjerojë edhe atje. Puna e saj e palodhshme si duket nuk rezultoi edhe shumë me fat siç edhe pritëm. Ajo po fillon nga e para pasi që është ftuar nga 2 show televiziv si The Voice of America dhe America Got Talent. E këngëtarja ka kërkuar edhe mendimin e fansave se në cilën garë të fillojë nga e para. Reperi parapëlqyer për shumë këtë Dagost, por rikthehet në skenën tonë me projekte të reja, i cili është në përfundimin e disa këngëve të tij. Mes tjerash, ai ka realizuar edhe një remix të këngës Shpejtësia me Freaky Boys, e cila do të realizohet edhe me klip, e lancimin e saj do të mund ta shihoni në fillimet e stinës së pranverës. Gjithashtu reperi lansoi këngën e tij në bashkëpunim me Fugën më datën 1 janar 2014. Ky vit duket të jetë që nga dita e parë e rezervuar për të. Këngëtarët tashmë të bashkuar për duete Sabri Fezullahu dhe Vjolca Haxhiu nuk rezistojnë trendit të huazimeve në muzikë. Ata së fundmi lansuan këngën Mos më gjuj, në bashkëpunim me Babu Tarabuka dhe Mario, por që doli të jetë një këngë e huazuar nga Ektha Tiger me titull Mashallah. Por edhe klipi doli të jetë më së ngjashëm, por me kualitet më të dobët, por më shumë vërtetojeni vetë. Bashkëshortja e dikushme e reperit Gens Prelvukaj, Arta Arifi, i hyri fesë islame me themele. Sipas disa portaleve, thuhet se modela kishte parë ëndër veten duke falur namazin dhe lexuar librin e shenjtë Kuranin. E kur u zgjua, ajo ashtu veproi, hoqi grimin e vendoi shamin. Tani më duke u bërë një muslimane e devotshme. Të rinjët tanë po vazhdon të jenë të prirur për muzikë, e këtë së fundmi mund ta vërejmë tek Tini Fly, një djalë i ri nga Ferizaj, i cili hodhi në YouTube një remake të reperit botror Wiz Khalifa. Zëri i tij i veçantë duhet të jetë ai që premton për tregun tonë.